Formula e qumshtit për foshnjit nga 6 muaj deri në 1 vit, e përdorur për bebe të ngjeshme që vuajnë nga refluksi ose vjellje pas ushqyerjes, është tërhequr nga tregu gjatë ditës së hënë me vendim të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë. Në produktin Aptamil R2, sipas njoftimit të AUV-it, është identifikuar toksina cerulide e prodhuar nga bakteri Bacillus cereus, i cili mund të zhvillohet kur ushqimi kontaminohet, nuk ruhet apo trajtohet në mënyrë të duhur. Duke qenë se niveli i rrezikshmërisë është vlerësuar serioz, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë në bashkëpunim me kompaninë importuese ka ndërmarrë masa të menjëhershme për tërheqjen nga tregu të produktit Aptamil R2, formulë ushqimore për foshnjë. AUV u bën thirrje konsumatorëve që posedojnë këtë produkt të mos e përdorin atë dhe ta kthejnë atë në pikat e shitjes. Nutricionistja Vala Popovsi ka thënë se nëse kjo formulë është përdorur, prindrit duhet të lajmërojnë pediatrin për kontroll të fëmijës. Kjo toksin mund të shkaktoj të vjella të papriturat e foshnjat, zakonisht 1 deri në 6 orë pas konsumit. Nëse është përdorur ky lloj formulës Aptamil R2, do të ndalohet menjëherë përdorimi dhe preferohet të kontaktohet pediatri i foshnjës duke monitoruar për 24 orët e ardhshme për shenja si të vjella, diarre, temperaturë apo dehidrim. Nëse foshnja ka të vjella të shpeshta, temperaturë, diarre apo shenja dehidrimi, do të kërkuar menjëherë ndihmë mjekësore. Koha ka tentuar të marrë një qendrim nga specialistët e pediatrisë në QKUK lidhur me pasojat e mundshme afagjate për fëmijët që e kanë konsumuar këtë produkt, por ata nuk kanë pranuar të flasin për këtë çështje. Ndërsa importuesi i këtij qumshti, kompania Union, ja ka përcjell kohës përgjigjen e prodhuesit Danone Nutricia. Kontrollet tona të brendshme kanë konfirmuar se produktet janë të sigurta dhe në përputhje të plotë me rregulloret përkatëse të sigurisë ushqimore. Megjithatë, në dritën e situatës që po zhvillohet me shpejtësi në sektor, si dhe në përputhje me udhëzimet e zhvillimit të autoriteteve kompetente, si masë parandaluese kemi bërë tërheqjen e një serie nga tregu. Aptamil R2 400 gram, identifikuesi një serie afati i përdorimit 2 janar 2027 nga Nutricia Infant Nutrition Ireland, Ltd. Produkti prekur Aptamil R2 400 gram, data e skadimit 2 janar 2027. Kjo masë ndërmerret në mënyrë parandaluese në përputhje me parimin e kujdesit maksimal ndaj shëndetit dhe sigurisë së konsumatorëve. Për ndalimin e përkohshëm të formulës Aptamil R1, për fëmijë edhe 1 muaj më parë ishte marrë vendimi pas shqetësimeve për praninë e bakterit Bacillus cereus, por pas analizave ishte konfirmuar se produkti është i sigurt për përdorim.